Pse Elon Musk I ka bërë fëmijët në provza? E keni dëgjuar këtë? Ndiqeni me vëmendje, për të mirën tuaj, sepse duhet që t'jemi të informuar. Kush është rastësisht, bëjeni kësaj faqe like që të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë, më falni që e them gjithmonë dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Elon Musk, për ata që nuk e din, ka në gjithë këto vite të jetës tij ai ka bërë 12 fëmijë. Dhe ai psoi një shok, një problem të madh sepse fëmia e parë, vajza, në vitin 2002 kur lindi, pas një farë kohe të shkurtër, vdiq për arsye që nuk u kuptuan. Dhe Elon Musk nga ai moment mendoi që t'i bënte fëmijët në provza. Në fakt, fëmia I fundit, që ka lindur në vitin 2023, e ka quajtur XA12. Pra një numër. Nuk e di më kuptoni apo jo, sepse duke u bërë në provza fëmijët, u jep një sigël, ose si thuhet, një shenjë. Dhe shenjat janë me numra, me shenja, apo si e mendon ai. Tani pse po e prekim këtë argument? Është tepër kompleks si argument, sepse e para njerë që ai është për të theksuar që njeriu kur pson probleme të rënda, në këtë rast të humbasësh një fëmijë është tepër e rëndë. Dhe ai për mos të patur këto situata që të mos përsëriteshin, mendoj që ky ka qenë shkaku kryesor. Por edhe diçka tjetër. Dua t'ju them që nga tani ka filluar që njeriu të filloj që të prodhoj fëmijët në laborator. Pse njeriu ka filluar që t'i bëjnë në laborator? Për shumë arsye. E para njëri që është tepër e rëndësishme, duhet të dini që ka vite, që nga viti 2002, 2003, 2005, pra nga vitet 2000 këtej, që shumë të rinj kanë probleme të spermatozoideve. Nuk e di jeni të informuar apo jo, por nga mënyra e të jetuarit dhe kryesisht nga ajo çka ham. Më thuaj çfarë ha të them se kush je. E keni dëgjuar këtë. Dhe ky është një problem madhor. Sepse merreni me mend, nëse një njeri I viteve, nëse dikush do vinte nga viti 1800 dhe t'jetonte sot, e dini se çfarë do bënte? Do vriste veten. Njëkohësisht edhe një njeri që është sot, të kthehesh në vitin 1800 do vriste veten. Për dy arsye këto, secili prej tyre. I pari, sepse sot nuk mund të gjeneroj dot fëmijë, ai që vjen nga viti 1800, sepse është e pamundur. Pra, mënyra e jetesës dhe ushqime do t'ja bëjnë të pamundur që ai të bëjë fëmijë. Por tjetra, ai tjetri që është sot dhe të kthehet në vitin 1800, nuk është në gjendje ta jetojë atë jetë sepse është tepër mizore për të dhe jeta sot është të ka dhuruar çdo gjë. Pra për jetën që ti bën, teknologjia, ku ta di unë, njeriu ambientohet. Pra truri njeriu është si puna e ne jemi imituese, kemi thënë gjithmonë. Imitojmë njëri tjetrin, çdo gjë që bëjmë e imitojmë. Dhe ne imitojmë këtë jetë dhe e duam kështu siç është. Jo vetëm që e duam kështu siç është, por nëse keni vënë re, nëse ne jetojmë me disa shok, miq, vëllezër, kushërinj, baballar, ku ta di unë, dhe ndonjëri nga këta mungon, ne na dhemb. Na dhemb pse? Sepse jetojmë me ta. Pra kjo, përveç se është dashuri, është një ambientim, pra një imitim që bën njeriu ambientohet me atë që ka përpara. Dhe njëkohësisht, ne, sot, nëse do kthehemi në datën ose në vitin 1800, për ne është e pamundur, ashtu siç për ata në viteve 1800, të kthehen sot është e pamundur që të jetojnë. Por, si do të mbijetojë planeti nëse njeriu nuk do shtohet, pra nuk do ketë mundësi që të riprodhohet. Si? Ky është tash një problem I madh. Bile biologët kanë parashikuar që duke filluar nga viti 2100, njeriu do fillojë që ta bëj këtë në pothuaj 50% të popullatës, sepse do të jetë pothuajse e pamundur që të riprodhohen njerëzit në mënyrë natyrale. Po. Jo sepse nuk kanë aftësi të marrëdhënies, të marrëdhënieve seksuale. Nuk është ky problemi, por problemi është I spermatozoideve, që përveç se nga mënyra e jetesës që bëjmë, pra
nuk arrin aq sa duhet dhe nuk kanë forcën që të mbijetojnë, ndaj dhe nuk meten vajzat shtatzane, shumë prej tyre, por edhe mënyra e të ngrënit. Ushqimet po degradojnë qelizën dhe ne nuk po e kuptojmë të. Pra Elon Musku, përveç se traumës që pati, nga një ran, pa e kuptuar ndoshta, ai e filloi këtë gjë. Pra e filloi që të bëj njerëzit në provës, jo se është i pari që e ka bërë, por ai i ka filluar kështu t'i bëj fëmijët, sepse ai thotë që kështu është del më perfekt. Pra me të gjitha ato që ai mendon që të ketë mundësi të paktën, si thotë 80-90% të mbijetesës, pa probleme. Bile do t'ju them, ka disa që kanë filluar tani, disa çifte, që çfarë bëjnë? Këta bëjnë e duan fëmijën sipas dëshirave. Për shembull, e duan të jetë bjond, të jetë me sy të kaltër, apo dikush e do të jetë brun, pra me sy të zinj, të jetë i gjatë, apo ku ta di unë. Pra të gjitha këto tipare, ti mund edhe t'i kërkosh në provza ose në laborator dhe ta japi në mënyrë eksakte si do ti. Dhe po thoshe që e ardhmja e njerëzimit është shumë e zymt. Bile tregohet që në këtë formë, me kalimin e kohës, njeriu nuk duke u shtuar gjithmonë më shumë këto gjëra, pra duke bërë njerëz në prova, fëmijë në provza, me kalimin e kohës njeriu nuk do ketë më mundësi që të bëj lidhje direkte, pra trup me trup. Bile mund të krijohen edhe probleme, jo mund, po do krijohen probleme patologjike që njeriu nuk do të mundet të bëj më fëmijë. Nuk do mundet që të qëndroj me një vajzë, që të rri me një vajzë, që të bëj fëmijë. Dhe e dini pse? Është njësoj, si t'ja u them unë, është njësoj si kur ti të shkosh tani edhe të bësh marrëdhënie me një vajzë nga Etiopia. Vdes në vend, sepse ka qindra bakterie, miliona bakterie që nuk të përkasin, nuk janë të tuat, nuk janë bakterie që ti mund t'i luftosh dot, dhe ato të luftojnë dhe ti vdes. E njëjta gjë në qoftë se vjen një mashkull nga Afrika, për shembull, edhe shkon në Norvegji. E njëjta gjë. Pra, pse ndodhin këto? Sepse me kalimin e kohës njeriu duhet të ambientohet. Dhe ne nuk jemi ambientuar. Kështu që do ambientohet trupi i njeriut duke mos bërë marrëdhënie seksuale. Dhe kjo do krijoj probleme në gjenitalet qoftë të mashkullit dhe qoftë të femrës. Ky nuk është një parashikim i thënë nga unë, po është normal. Nuk është një filozofi, është normale. Sepse kjo gjë mund të ndodhë në çdo moment. Pra, në çdo moment jetës me çfarë do gjëje që ti bën. Nuk është vetëm për marrëdhëniet, por në çdo gjë. Është njësoj sikur ti jesh një mekanik dhe shkon tek një mjek. Të bësh punën e mjekut, nuk e bën dot. Pra e njëjta gjë është edhe kjo. Kështu që unë them që me kalimin e kohës njeriu jo vetëm që do t'i bëj në provza fëmijët, pra në laborator, pa ai nuk do të ketë më mundësi, siç u thash, që të bëj marrëdhënie. Dhe kur marrëdhënia të reduktohet, pra marrëdhënia mes trup me trup, një vajzë me një djalë, kur marrëdhënia do reduktohet, nga ai moment do fillojnë problemet gjenitale dhe ndoshta edhe psiqike, sepse njeriu është krijuar i tillë, pra është ndërtuar që të riprodhoj njëri tjetrin në mënyrë natyrale. Ne e kemi humbur, kemi kohë, kemi humbur kontaktin me natyrën. Kemi kohë. Kjo është më se e vërtet, sepse ne jetojmë, jam në makinë, sepse jam sapo dola tani nga puna, do shkojmë tam drekën, jam në makinë, do shkoj aty me makinë, kthehem në makinë, shkoj në zyrë, punojmë deri në darkë, kthehem në shtëpi, s'ke kohë sepse do vesh të pagosh një qira, një të garazhit, apo një ku ta di unë, apo do vesh të bësh spezën, apo të psonisësh, apo ku ta di unë, apo do pagosh faturat, pra nuk të mbetet kohë, nuk ke kohë, sepse sot ikin të gjithë vrap dhe ti je i detyruar që të shkosh vrap pas të tjerëve. Ndryshe, nëse ti nuk ecën vrap, nuk e kap, si thon italian, nuk e kap peshkun. Mbetesh. Pra ti nëse se nuk ecën njësh me masën, mbetesh. Je i detyruar që të ecësh vrap.
Sa do që t'jesh inteligjent, ti prap duhet të ecësh vrap, sepse ta hedh tjetri, ta kalon tjetri. Dhe ti, duke mbetur mbrapa, nuk arrin dot që të punosh. Dhe pos punove, po nuk dhe rendiment, të thonë shko në shtëpi. Dhe kjo ndodh tash në çdo aspekt të jetës. Kështu që unë mendoj që ne jo vetëm që kemi humbur kontaktin me natyrën, por kjo duke ecur dal nga dal, kjo mënyrë jetesa jon, do e reduktoj akoma më shumë njeriu kontaktin me natyrën. Dhe kontakti me natyrën është themelor. Nuk e di falni, e keni dëgjuar apo jo, që njeriu duhet të ecë i zbathur, e kemi thënë këtë në për emisione, duhet të ecë i zbathur si më përpara që të ketë kontakte të gëzimin me trupin. Ne nuk e kemi më, se kemi vënë këpucët. Dhe këtë këpucët i kemi vënë që në kohrat e lashta. Dhe ndonjëri nga ju do thotë, po mirë, ne sot jetojmë më shumë. Varet si jeton. Por kontaktin të paktën një herë në ditë duhet ta kesh me tokën. Për shembull, unë edhe në kohë dimri lëviz pa shapka brenda për brenda, me çorape brenda, por kurse gjatë verës pa asgjë fare, zbathur. Në shtëpi të paktën. Dhe po thoshja që është tepër e rëndësishme kjo. Dhe nëse ne do të kemi probleme me kalimin e kohës, mendoj që të gjithë njerëzimi do shkoj atje. Do shkoj që të bëj fëmijët në provza. Kështu që Elon Musku, që ka 12 fëmijë, ai bëri me gradë të ndryshme, por fëmijët e tjerë që i bëri pas të parës, që fatkeqësisht të shkretit i humbi, ai i ka bërë në provza pikërisht për këtë, sepse thotë që unë nuk dua që fëmijët e mi të kenë probleme, sepse mënyra jetesës që po bëjmë tani është krejt ndryshe nga dikur. Dhe duke qenë sa më perfekt, fëmijët kanë më shanse që të jetojnë mirë. Të paktën fizikisht, nuk po them tani nga aksidente, sepse aksidentet mund të ndodhin. Kështu që ju çfarë mendimi keni për këtë metodë të re të fëmijëve të prodhimit ose të riprodhimit të njerëzimit të fëmijëve në provza, në laborator? Mundet që të arrim vërtet në këtë pikë, pra që t'i prodhojmë fëmijët në laborator, që të gjithë? Mundet që një ditë njeriu të fillojë që të ketë probleme të spermatozoidëve ose probleme të tjera që nuk do ta lejojnë njeriu që të qëndrojë trup me trup? Dua t'ju kujtoj që në Shqipëri, për shembull, dhe gjithë ato shqiptare, është përhapur shumë hepatiti. E dini pse? Pikërisht pra sepse e përcjellin mes njëri tjetrit. Dhe hepatiti, nëse ecën varet nga ushqimi ose varet është një virus, dhe ti me kalimin e kohës vdes. Dhe pothuajse tani është shtuar në 13% me sa kuptova nga disa studime që ka bërë një miku ju, një mjek, që është mjek te spitali në Tereza. Është te infektivi, kemi mikun ton. Kështu që Kastriot Mlyshi. Dhe po thoshja, është tepër e rëndësishme kjo. Dhe ndaj doja që ta ndaja me ju, sepse ndoshta me këto informacione edhe ndihmojmë. Kështu që këto janë ato patologjit e para, si për shembull hepatiti në Shqipëri, që ka filluar që të krijojë probleme në gjenital apo në njerëz. Dhe kjo është një metodë ose një shkak që me kalimin e kohës njeriu nuk do ketë më kontakte fizike direkte. Por do largohet gjithmonë më shumë, derisa t'i bëj fëmijët në laborator. Pres komentet tuaja. Kalofshin ditë bukur, ju përqafoj.